Uran Ismailin vje keq. Janë vrorë njerëz në biznesin tënd, janë vrorë. Ku je ti, ai që po tregon moral? Çfarë morali kite? Çfarë morali kite? O ti je. Nuk ka pas njerëz të kalumën, ti je. Jo më kohë normale kishë përjashtu pi grupit. Sektori energjetik i sotëm nuk ka rënë nga qielli. Struktura e sotshme nuk është prodhim spontan, ajo është rezultati drejt për drejt i vendimeve politike dhe ekonomike të ndërmora ndër vite. Në vitin 2013, asetet e shpërndarjes së energjisë elektrike u privatizuan për vetëm 26.3 milion. Privatizimi i aseteve të shpërndarjes nuk është bërë vetvetijo. Është nënshkruar nga qeverit e asaj kohe. Një ndër akterët kyç të këtij procesi ka qenë edhe kryetari i Partisë Demokratike sot, Bedri Hamza. Sot kryetar, sot i shohim po të njëjtë njerëz ose të njëjta struktura politike që kërkojnë llogari për pasojat e një sistemi, të cilën ndërtimin në një sistem në ndërtimin e të cilët vetë kanë marrë pjesë. Kjo nuk është vetëm kundërthënie politike, kjo është hipokrizi e pastër. Ka shturje të vlerave të mëdha. Do në këtë parlament më vje keq që është një person i cili e ka emrin në biznes me një njeri që përfiton 22 milion euro për energjisë elektrike, del na fol neve për moral, do më na thot neve ka pas njerëz në kalumën. O ti je. Nuk ka pas njerëz të kalumën, ti je qaj që jem biznes me njerin që ka fitu 22 milion euro për 2 muj. Ti më fletë që shokon, aj atje e ka pos një djallë togjës, na gjipin e këni thirë me telefon, nuk ka puqin hajde. Ti e qaj, qysh vjen na fol, qfar shturjet vlerave du të me pos, një parti politike, që e len një njeri si ti me dalë me majtë ligjerat bre, po jo i një shtur kejt komplet në që fëse të lejojnë ty me dalë me full. Do me dhonë dush me pos një situatë ku ti, o qytetari ju du të me përjashtu pi grupit këto. Jo më kohë normali kështë përjashtu pi grupit. I kështë dhonë o zëtni, a di shka, a jetin biznes me dikon i cili përfiton, po, më falë, ki konflikt interesi, u që njeri në majti ligjerata, për këtë skemën energjis elektrike, kush blen, kush shet, po ta shpe kuptoj pëse të ka mora i ty për ortak. Po ti dishe ma mirë se 90% deputetve këtu, tonë e këshim su këtë punë. Ta shke edhe në komision edhe e disa informata, edhe vjen këtu në shet moral. Qfar morali kite? Qfar morali ki kur e ki njerin parti që dhëtë nuk ka puqin hajde? Për bes, për Uran Ismailin vje keq. Në asnjë komision nuk ka qenë prezent deputeti i cili e përfaqëson popullin. Më thonë, kjo është një turp. Tjetra, janë vrorë njerëz në biznesin tënd, janë vrorë. Ku je ti, ai që po tregon moral? Tjetra, e jo pa meti me plot përgjegjësi, une nuk jam aksionor i ETMT-s. Ja dhash edhe kolegës deputete certifikatën e ARBK-s, edhe unë eftoj prokurorin që ta hetoj rastin deri në fund se kush ka lidhje me këtë kompani. Faleminderit.